Një herë gotë dhe këtu, pastaj 100 kilometra larg. Luftë e intensitetit lartë. Ky është varianti më i vështirë për planizuesit tanë ushtarak. Dhe për mua, strategu më i madh ushtarak që ka pasur ndonjëherë shteti shqiptar është, nuk e di kush mund dalë tashme, po duhet provuar në luftë, ka qenë Mehmet Shehu. Ai është vepër ekskluzive e Mehmet Shehut gjithçka që arriti, ndërtoi, organizoi dhe u pajis ushtria shqiptare, është vepër ekskluzive e tij. Dhe po ju them dhe një fakt. Asnjë armë e rëndë e jona që kemi pas në atë kohë nuk është blerë tanë. Jo, e di, kanë dalë faktet që janë marrë. Asnjë armë, as i municioni i rëndë i kësaj arme nuk është blerë nga shteti shqiptar, është dhuruar nga rusët dhe nga kinezët. Kinezët në fakt i dhanë trafishin. Kinezët dhanë trafishin. Sa tanke kemi pasur? Atëherë, tanke T-59 kinezë, kopja e T-54-s, e modifikuan pak kinezët, po gjithsesi ajo është lufton akoma, ka tanke që luftojnë të tillë. Po, i kam pa. 760. Nuk e di, disa shok të një oficer... Sa? 760. Edhe 138 T-34, T-5, që na e solli rusët. Ato janë planifikuar më tepër të luftonin të groposur? Të groposur. Edhe në drejtimet më të ndihmuese, për shembull, Peshkopia ka pasi batalion tankës T-34. Pjesa e kësaj librazhit ka pasur një batalion tankës. Do më thënë diku të rreth 1000 tanket? Rreth 1000 tanke dhe rreth 200 transportues të blinduar. Këto BMP që janë 1-2? Jo, të variantit MTLB-ja, BTR-50 dhe A531 që janë të prodhimit kinez. Por, kinezët që bënë? Kinezët kopjuan modelin amerikan të M113-ës, të transportuesit të blinduar, morën dhe këtë modelin BTR-50 rus dhe i nëzorën një të veti. Kjo është shumë i mirë, është sot, është shumë i mirë, është lundrus. Transportuesi blinduar lundrus. Amerikanët nuk e kanë, as Bradley lundrus, as këtë M113. Beni, thuhet që, do më thënë, armatimi i modelit sovjetik nuk u treguan në lartësinë e duhur. Tani këtu jemi edhe në fushën e propagandës. Ti si specialist, si e shikon? Unë mendoj kështu. Ukraina... Se si e tha, i plumbi i ha të gjitha. Ukraina ka marrë rreth 360 sisteme, pra, kur them sistem, një grup zjarri. Rreth 360 sisteme të artillerisë perëndimore 155 mm. Ndërkohë... Ne sa kishim? Ndërkohë ka vetë mbi 3 mjeca të artillerisë sovjetike. Për këta për 300... 360 i kanë dhenë. 10% nevojave. Ndërkohë që ata kishin 1500 të tyra. Ata kishin 3 mjeca. Po ne, sa kemi pasur? Ne kemi pas 1500, po them. Për kaq territor kemi pasur. Kaq pak territor. Do të thënë, gjithë vija e frontit ton mund të shkonte në rastin që sulmoheshin nga 2 krah 360 km. Ata e kanë... Po, mos harroni luginat. Po, pra, janë vetëm lugina, malet nuk e që bënë. Aq më tepër që ne, traditat tona ishin luftë malore. E kemi pasur dhe këmbëleta faqe bardhë, po zakonisht e... Këmbëleta kur s'kishim as shtet, as organizim, kur kishim organizim fisnar. Dhe atëherë kemi bërë luftë, edhe kundër serbit dhe kundër këtyre tjerëve. Por me ato vasi e përmënda aleat e NATO-s, të përnesa. Mirë, se me që e përmënde NATO, po e shikojmë gjithë, po e shofim evropianët dhe nësë parë. Ne do të këshim parë shumë vite në parë, po ikën. Beni, atëhere, pas ka pasur, po tankët ku do përdorish, në përmalja, apo do përdorish në ultrasin përndimore? Atëhere, unë po ju them vendosjen e brigadeve të tankëve, Shkodra. Për fushën e në Shkodrës? Laçi, Zallherri,
Sauku, Vora. 5 brigada deri tash. Deri tash. Elbasani, 6, Berati, 7, Lushnja, 8, Fieri, 9, Gjirokastra. 10. Vlorë, Përveç, se kishit lënë asnjë tank? jo, ku do shkojnë Vlorë? Në Fier do, ku do shkojnë Vlorë? Ku do zbarkojnë Vlorë, që ku do shkojnë? Mbyllet në nartë mbyllet, s'është drejtim strategjik, mund t'jetë drejtim operativ vetëm për të kapë Vlorë. Ama më ka thënë edhe diçka një oficer tankist. Përveç disa batalioneve autonome që ka pas Tropoja, Peshkopia, Kuksi, batalione autonome tankës. Ama ka thënë edhe diçka shumë kurioze një shef armatimi, është vështirë të përdoret tanku në ulësirën tonë përdimore, sepse janë tanket rëndë dhe fundosen. Nuk, do më thënë, mund të zbarkohen vetëm tanku i tyre. I tyre, pra. Tanku i tyre ndërsa tanku jonë, jo, të mesëm kanë qenë ato, 36 tonë vinin. Këta përdimorët janë 50 plus, për qënë si ka. Tanku i tyre, sepse tanku jonë e kishe të përgatitur pikën e kalimit të tankut. Kanalet e mëdhenj vaditës, Kullus, tanët, fushën e Myzeqes, fushën e Laçit këtë. Në drejtimin për në Bregdet, e kishin 50 gradë, dhe të dilshin andej e kishin 30 gradë, më pak se 30 gradë, të betonuar, të betonarmuar. Dhe ata e dinin se ku ishin pikat e kalimit të tankeve. Dhe sa kundërshtarët, tanket kundërshtarë, kur të vini dhe në qofë se do të gjenin këtë, nuk e kalonin do të se ishte 60 gradë, nuk e njistin do të. Do ngelin atë. Tanket tona e kalonin dhe kishte çdo kamën i tankesh, nën tanke, një pikë të tillë. Ku dilta? Pra, tanket tonë kishin 2 detyra. Detyra e parë ishte shkatrimi, azisimi i desantit ajror. Prandaj, në fushën e Tiranës ishin 3 brigada tankesh, në një zonë shumë vogël të nxënësisë operative. Po do dalësh në 3 brigada tankesh, një në Laç, 4 brigada tankesh, një në Laç, një në Zallher, një në Vorë, një në Sauk. Vetëm për Tiranën ishin 3 në formë trekëndësi. Qa do lloj desante ajror tillë do azisojnë në mënyrë. Po përveç kësaj, këto 3 brigada tankesh kishin dhe 3 brigada artillerisë të kalibrit të madh, 122, 130 dhe 152 mm. Sa breza mbrojtje kishte nga vija e kufirit dhe për të arritur në Tiranë? Ato quhen rajone mbrojtje. Rajoni mbrojtjes i batalionit, mitralier, tepër i fortifikuar. Pra, sa pengesat kalon? 6 vija bunkeresh kishte një rajon i fortifikuar, tepër i fortifikuar. Vetëm një batalion ka pas 6 në thellësi. Ndërsa brezi i mbrojtjes i brigadës dhe i divizionit ka pasur akoma më thellësi. Prandaj thua ti që ishte tepër i fortifikuar. Rusët në rastin më të mirë në një territor 120.000 km2, domethënë 4 herë më të madhe maksimumin 3 breza arritën për të mbrojtur Mariupolin. Si të lutem, nuk ishte brez, ishte vit transhesh me pengesat kundër tanke përpara. Nuk quhet breze. E qartë më mirë, dakord. Quhet një vije fortifikuar. Ashtu e quhetën ata më, prandaj po e them unë sigur, se s'kam qenë. Po ju them që unë nuk di rast tjetër të ndërtimit të këtë vijave të fortifikuara në botë t'i afrohet këtij tonit. I thoshin vija Maginot, vija Mannerheim, vija Siegfried, vija Stalin. Jo, ato të gjitha kanë pasur një të qarë. Ishin një pikë të dobët. Pika e dobët atyre ishte, konceptimi i tyre ishte bazuar mbi, si të themi, fortifikime gjigante të mëdha. Lineare. Dhe këto fortifikime njëri nga tjetri ishin goxha larg dhe mbuloheshin me zjarr artillerie. Po rezultoi që pika më e fortifikuar e luftës dytë botërore ka qenë një pikë e fortifikuar belge që quhej Ben Emael. Ajo mbante brenda një regjiment 1500 veta, kishte disa 10 mitraloz, disa 18 topa gryka zjarri dhe 1500 ushtarë që shërbenin ndaj këtyre 10 mitralozë, le të themi 50 mitralozë.
Ishte disa kate në tokë me ushtime. E pa jo pushtua vetëm nga 60 parashutistë. Sepse ata nuk parashikonin të nxirrnin ushtarin belg nga fortifikimi dhe të jepte kundër sulme nga ndërsa kurse ju na kishte llogaritur mish për top, po ndërsa këtu përveç zjarrit ishte prandaj quhej mbrojtje pozicionale aktive. Përveç zjarrit ishte edhe kundër sulmi. Fillonte me kundër sulmin dhe mbaronte me kundër. Beno, kam iden që edhe lufta e droneve këtu te neve nuk ashtu, se me sa male që kemi kur dua të shkoj nga një herë filmoj me dron, ka satelit. Prisë lidhje. Më kam frisë edhe kjo lufta moderne nuk pi ujë këtu te neve. Shikoni djali kameramani kur shkon, vende i zë, vende si zë vala e dronit. Pika jonë më e fortë, ju thash doktrinë mbrojtëse, pika jonë më e fortë për mbrojtjen ka qenë batalionet artë mitraljere. Batalioni artë mitraljere ishte një repart gjigant, ku kishte 3 kompani mitraljere, 1 kompani automatikse, kishte komanin e mortajave, komanin kundër tanke, me topa kundër tank dhe komanin kundër aerore. Ma ato si që e kishim neve. Granat Hells. Jo, Granat Hells, ja i 120 mm. Jo, 75 mm kundër tank. 75, a ishte kundër tank? Kundër tank. Po, nuk është se... Që ishte si me gryk të zjaruar. Top pas mbrapsi 75 mm. Kopje kineze e një topi amerikan. Nuk ishte efektiv ai? Kundër tankeve modern, nuk ishte efektiv kundër tankut. Ka qenë efektiv kundër transportuesve blinduar dhe kundër këtyre pikave të fortifikuara, fushore. Dhe llogaritë këto kompanit mitraljere, një kompani kishte 3x3 9 skuadra. 9 skuadra, një skuadrë e ati organizimi kishte 3 mitraljoza të rëndë. Pra, 11 veta ishte skuadra, 3... 2,7? Jo, 7,62 herë 54 mm, mitraljoza të rëndë shumë të fuqishëm. Dhe komanin automatikse, në qovë se kundërshtari do arrinte në mes ati ferri plumbash dhe predash për balë, do arrite të deportonte, kompania automatikse, që kishte 120 veta, vetëm automatik dhe mitralos të letë, jepte kundër sulm nga kraft. T'ju tregoj dhe 2 minuta një që para se të diplomoshim oficerë në qonin praktik në reparte ushtarake. Edhe mua me disa shok të tjerë